Në restorantin më të njohur të qytetit, aty ku pasuria dhe arroganca shpesh fshinin prapa perdeve të mëndafshta fytyrat e vërteta të njerëzve, filloi një histori që askush nuk do ta kishte imagjinuar. Ishte një natë e zhurmshme, me muzikë të lehtë, gota që trokiten dhe zëra të rënd biznesmenësh që flisnin për milionat e tyre, si të ishin copa letrash pa vlerë. Në mesin e atij luksi, aty lart ku shkëlqenin llampadarët e kristalt, fshihej një dramë që do të zgjonte tmerr, zemërim dhe nderim njëkohësisht. Aida, një vajzë 24 vjeçare me fytyrë të qetë, e cila mbante mbi barkun e saj të rrumbullakosur rreth 6 muaj shtatzani, punonte si kamarjere. Jeta nuk kishte qenë e butë me të. Babai e kishte braktisur fëmijë, nëna e sëmur kronike, asnjë familjar që ta ndihmonte. Ajo punonte në restorant nga mëngjesi deri natën vonë, vetëm që të siguronte pak para dhe të linte fëmijën e saj në paqe. Askush nuk e dinte kush ishte babai i fëmijës. Ajo vetëm thoshte, nuk dua ta përmend. Kam mbyllur atë kapitull. Aida e kishte të vështirë të lëvizte mes tavolinave kur barku i saj rritej çdo ditë, por ajo kurrë nuk ankonte. Punonte me buzëqeshje, me një pastërti që vetëm njerëzit e varfër e kuptojnë. Shpresa është gjithçka që kanë. Dhe megjithatë, në atë mbrëmje, në momentin kur ajo mbante një tabaka të madhe me pije, dhe po i afroi tavolinës së një milioneri të njohur për sjelljet e tij të egra, ndodhi diçka që do të ndryshonte gjithçka. Ai nuk e dinte, as nuk i interesonte kush ishte ajo vajzë shtatzën që i shërbente. E pa si një pengesë, si një njeri më poshtë se ai, dhe një çik nervozizëm i mjaftoi për të bërë një akt të turpshëm. Por ajo që ndodhi më pas, ajo që bëri pronari i restorantit, burri që e kishte marrë Aidën të punonte pa ndonjë kërkesë të madhe, ishte diçka që askush nuk do ta harronte. Një gjest që do t'i linte të gjithë pa fjalë. Një vendim që do të rikthente dinjitetin e një vajze shtatzën të poshtëruar publikisht dhe do të përballte publikisht 1 milioner të pushtetshëm. Dhe kjo është historia. Në orën 20, 15 restoranti Crystal Hall kishte filluar të mbushej. Ishte e premtja e mbrëmjes, dita kur biznesmen, politikan, njerëz të njohur dhe të pasur të qytetit mblidheshin për darkë. Për shumicën prej tyre, vendi ishte një sken ku mund të tregonin orët e shtrenjta, makinat luksoze dhe të pozonin si njerëz të rëndësishëm. Por për punonisit, ishte nata më e lodhshme. Aida mbante një uniformë të zezë e të thjeshtë që i vari paksa e lirshme në bark. Kishte 8 orë në këmbë dhe nuk kishte ngrënë asgjë, përveç një sanduiçi të shpejtë në pushimin e drekës. Kishte mbajtur 5 tabaka të rënda dhe këmbët i dhimbnin në mënyrë therse. Megjithatë, kur shikonte barkun e saj të rrumbullakosur, buzëqeshte. Doja dalim mami, pëshpëriste ngadalë duke vënë dorën mbi bark. Atë natë, tek dera hyri një grup prej 5 burrash të veshur me kostume të shtrenjta. Në mesin e tyre, ai, Erald B., milioneri i njohur për sjellje arrogante, dhe për faktin që kishte rënuar disa biznese të vogla vetëm për kapriço. Në moshë rreth 45 vjeç, gjithmonë me syze të shtrenjta, rrethuar nga njerëz që i shërbenin si hije. Ai nuk priste kurrë, nuk falte kurrë, nuk respektonte askën veç vetes. Pronari i restorantit, Arjani, një burr 52 vjeçar me një qetësi tipike të njerëzve që kanë parë shumë në jetë, i priti te dera me buzëqeshje të detyruar. Mirë se vini, tha ai, Eraldi as nuk ja hodhi syt. Grupi u ul në tavolinën më të mirë. Aida, sipas ndarjes së punës, ishte kamarierja përgjegjëse për sektorin ku qëndronin ata. Aida, kujdes shumë, i përshpëriti mira kolegja e saj. Ata janë të rrezikshëm, sidomos ai me flokët e thinjura. Aida e dinte, e njihte nga fama, por ajo nuk fliste. Vetëm bante tabakën dhe i afrohej tavolinës. Mirë mbrëma. Çfarë do të dëshironit të porositnit? Eraldi ngriti syt, i mbushi me tallje dhe i uli sërish sikur t'i thoshte: Ti si askush. Na sill fillimisht disa gota me verë, tha një nga burrat, të skuqur e të ftohtë. Aida u kthye drejt barit, por ndërkohë barku i saj reagoi me një lëvizje të fortë. Bebi po tërhiqte vëmendje. Një dhimbje e vogël i kaloi në pjesën e poshtme të shpinës, por ajo e duroi. Kishte kaluar edhe më keq. Kur tabaka u mbush me 5 gota të gjata vere dhe një shishe të shtrenjtë që kushtonte më shumë se paga e saj një avore, Aida mori frymthell dhe u nis drejt tavolinës. Në atë moment, Eraldi po qeshte fort me një shaka vulgare. Disa gra në tavolina të tjera kthenin kokën me bezdi. Aida u afrua, u ndal pranë tij dhe filloi të ulte tabakën me kujdes. Por Eraldi lëvizi papritur bërylin për të treguar diçka te shoku i tij. Bëryli u përplas direkt me tabakën, gotat u rrëzuan. Vera u përhap mbi tavolinë, 2 gota u thyen dhe një copë shkoi drejt barkut të Aidës duke i prerë pakës kopsën e uniformës. Aida u tremb, jo për gotat, por për fëmijën. Më falni, tha ajo e shqetësuar, duke u përkulur për të mbledhur copat. Por Eraldi u ngrit dhe i ra tabakas me dorë sikur po largonte një qen. Amandej, mund të shohësh nga ecën apo jo? U lëriti ai,
me një lëvizje të shpejtë, ai argëzoi tabakën nga duart duke e përplasur në tokë. Të gjithë u kthyen. Zhurma e tabakas u përhap në gjithë sallën. Vajza shtatzën mbeti e ngrirë, me sytë e mbushur me lotë, me duart që i dridheshin. Nuk ishte, tentoi të fliste. Mbylle, i bërtiti ai. Nuk ka vend për njerëz të paaft këtu. Të punosh shtatzën. Fjalët i hyn Aidës në zemër si thik. Ajo shihte fragmente qelçi rreth këmbëve të saj dhe ndjente dhimbje në stomak nga stresi. Njëri nga shokët e Eraldit tentoi ta qetësonte. Lëre, Erald. Ajo nuk, jo. Dua t'i tregoj ç'do të thotë përgjegjësi, bërtiti ai. Arjan, ku je? Pronari erdhi, ai u ndal përpara skenës. Pa gotat, pa tabakën, pa Aidën me dorë mbi bark, pa fytyrën e Eraldit të mbushur me mlef të verbër. Kjo vajzë është e paaftë. Hiqe me njëherë nga puna, tha Eraldi. Në atë moment, restoranti heshti. Askush nuk lëvizi, askush nuk fliste. Aida uli kokën. Ndjeu djegje në fyt, në shpirt, në gjithë trupin e saj. Pronari, Arjani, i hodhi një vështrim të gjatë Aidës. Pastaj Eraldit, pastaj sërish Aidës, dhe më pas ndodhi ajo që askush nuk e priste. Ai hoqi përparsen. E vendosi në tokë, dhe u drejtua ka Aida. Ti nuk je pushuar, tha me zë të prerë, dhe nuk do të jesh kurrë, përsa kohë jam unë pronar i këtij vendi. Eraldi u shtang. Çfarë the? Pyeti ai. Arjani ju afrua një hap. Zoti Erald, ju jeni klient, por nuk jeni zot. S'mund të poshtëroni një vajzë shtatzën. Jo në restorantin të e. Një murmuritje përhapet në sallë. Disa njerëz filluan të duartrokisnin lehtë, të tjerët shikonin në tension. Eraldi skuqet në fytyrë. Do të pendohesh për këtë, Arjan? Jo, tha pronari me qetësi. Ju do të pendoheni për mënyrën si u sollët. Ai u kthye nga Aida. Hajde me mua. Aida mezi përmbante lotët. Ndije e mpir, e friksuar, e turpëruar, por njëkohësisht e mbrojtur. Për herë të parë dikush qëndroi në krah të saj. Pronari bëri diçka që askush nuk e priste. Ai mori tabakën e rënë, u ul në gjunjë dhe filloi të mblidhte vetë gotat e thyer. Këtë moment, të gjithë u ngulën për fjalë. 1 milioner po shtëron një vajzë shtatzën. Por një pronar e restorantit i merr asaj nderin e humbur dhe i jep respekt. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Restoranti Crystal Hall, që vetëm pak minuta më parë gumzhinte nga zhurmat, tani ishte kthyer në një skenë të tensionit të heshtur. Për disa sekonda, askush nuk lëvizi, sikur gjithçka të kishte ndaluar për t'i lënë hapësirë asaj pamje të papritur. Pronari i restorantit, një burr mbi të 50-tat, duke ulur në gjunjë për të mbledhur copat e gotave që i përkisnin një tabakeje të një vajze shtatzën të poshtëruar. Aida qëndronte si e ngrirë. Tabaka ishte në tokë. E ndjente veten të vogël, të lodhur, të mirë, por një zë brenda saj i thoshte se ajo pamje, ajo gjesti i Arjanit, po ja rikthente asaj diçka që mendoi se e kishte humbur përgjithmonë. Dinjitetin. Aida, eja pas meje, tha Arjani pa ngritur zërin, por me një ton që nuk pranonte kundërshtim. Aida e ndoqi, duke vendosur dorën mbi bark dhe duke marrë frymë me vështirësi. Frika për fëmijën i kishte ngrirë gjakun. Ndërkohë, tek tavolina e milionerit, Eraldi ishte ngritur nga karrigia i tërbuar, por shokët e tij po përpiqeshin ta qetësoni. Njëri prej tyre e tërhoqi për krahu. Lëre tani, je në publik. Ai do ta paguaj këtë, përshpëriti Eraldi me dhëmb të shtrënguar. Dhe ajo gjithashtu. Arjani e çoi Aidën në një nga zyrat e pasme të restorantit. Dhoma ishte e vogël, me një tryez të thjeshtë, disa dokumente dhe një dritare nga ku shikohej kuzhina. Ai hapi derën dhe i bëri shenjë të hynte brenda. Ulu, Aida, tha but. Aida u ul, por nuk foli. Lotët i rridhnin vetvetiu. Ishte ajo lloj qetësie e frikshme që vjen pasi një stuhi të karrëzuar përdhe. Arjani e vështroi për pak çaste. Pastaj i solli një gotë ujë. Merr frymë thellë. Je e sigurt? Je dëmtuar diku? Pyeti ai. Aida shkunte kokën ngadalë. S'jam dëmtuar. Vetëm u tremba shumë. Dora e saj nuk po hiqe nga barku. Po bebi? Pyeti ai me shqetësim të sinqert. Aida uli syt dhe tha, po lëviz. Besoj është mirë. Arjani uli supet me lehtësim. Do të thër asnjë mjek nëse ndjen diçka të çuditshme, shtoi ai. Nuk dua të rrezikosh asgjë. Aida nuk dinte çfarë të thoshte. Një pronar restoranti, i cili kishte 10 punonjës, po mundohej për të. E pa që nuk ishte thjesht sjellje. Ishte diçka më e thellë. Pas pak, Arjani ul përballë saj dhe i tha qetë, dua ta dish diçka. Asnjë klient, asnjë milioner, asnjë njeri nuk ka të drejtë të poshtërojë një grua shtatzën. Dhe jo vetëm këtë. Askush nuk ka të drejtë të poshtërojë një punonjës timin. Ky është rregulli im. Aida fshiu lotët. Faleminderit,
tha me zë të dridhur. Askush nuk ka dalë ndonjëherë krah meje. Kurrë nuk të ka marrë në punë për të bërë para me ty. Të ka marrë në punë sepse kishe nevojë për punë. Dhe tani ke më shumë se kaq. Ke një jetë që vjen në këtë botë. Aida uli kokën. Ju kujtuan të gjitha ditët kur vinte në punë me barkun që rritej e nuk ankonte. Tani, dikush po e shihte. Por Ariani nuk e kishte mbaruar. Ajo që bëri Eraldi, tha me ton të prerë, nuk ka për të kaluar pa pasoja. Aida u ngrit në vend. Jo, ju lutem, mos u futni në probleme për mua. E njoh atë. Është i rrezikshëm. Mund t'ju dëmtoj biznesin. Ariani buzëqeshi me hidhërim. Unë kam parë burra më të rrezikshëm se ai. Ajo që nuk duroj janë burrat pa shpirt. Pastaj u ngrit dhe i tha, do kthehem pas pak. Mos lëviz. Pusho. Aida mbeti vetëm në dhomë. Ju tha trupi nga lodhja. Mendonte për fëmijën, për nënën e sëmur që e priste në shtëpi, për qiran e papaguar, për netët e gjata në këmbë, dhe për një moment që nuk e priste. Dikush e kishte mbrojtur. Ndërkohë, në restorant, Ariani doli në sallë ashtu siç ishte. Pa përparse, pa të qeshur të shtirur, pa dhëmë për klient. Eraldi e pa dhe u ngrit menjëherë. Kjo nuk ka për të mbaruar mirë për ty, i tha ai me zë të ulët. Por Ariani ju afrua me një qetësi të ftohtë dhe tha, Zoti Erald, ju dhe shokët tuaj do të largoheni tani. Darka juaj është anuluar. Salla u shpërthye në zhurmë të ulët. Asnjë biznes që donte të mbijetonte, nuk i fliste kështu një milioneri të fuqishëm. Tani, pyeti Eraldi ironikisht. Po ti je i çmendur? Ju nuk jeni i mirëpritur këtu më, tha Ariani, dhe do t'ju kërkoj të largoheni menjëherë. Eraldi bëri një hap përpara, fytyra e tij e skuqur, syt plotinat, dëgjo, o plak. Unë mund ta blej këtë lokal nesër. Mund të heq nga kjo punë. Ariani e pa drejtë në sy. Po, mund ta blesh. Por nuk mund të blesh dinjitetin e një punonjësi tim. Jo sot, jo kurrë. Për një moment, në sallë ra heshtje totale. Pastaj, diçka ndodhi që askush nuk e priste. Disa klientë të tjerë filluan të duartrokisnin lehtë. Pastaj më fort. Pastaj gjithë salla. Eraldi e pa grushtin e tij të humbur dhe u largua duke përplasur derën, ndërsa shokët e tij e ndiqnin të turpëruar. Kur dera u mbyll, Ariani mori frymë thellë dhe u kthye drejt kuzhinës. Por ndërkohë, dy punonjës të rinj u afruan, dy kolegë të Aidës. Shefi, jemi krenar për ju, tha njëra. Unë vetëm bëra atë që do duhet të bënte çdo njeri me ndërgjegje, u përgjigj ai. Ariani u kthye në zyrë. Aida ishte ende ulur e raskapitur, por për herë të parë dukej më e qetë. Je. Më mirë, e pyeti ai. Po faleminderit, tha ajo duke parë drejtë në sy. Nuk di si t'ju falenderoj. Ariani ul përballë saj dhe për herë të parë, fytyra e tij u zbut krejtësisht. Aida, unë dua të di diçka, tha qetë. Kush është babai i fëmijës tënd? Aida uli syt. U bë e heshtur. Pse pyet? Tha ajo më në fund. Ariani mbështeti bëryllat në tavolinë dhe tha, sepse më duhet ta di sa e rrezikuar je realisht. Aida ngriti sytë e saj të lodhur, të friksuar, të dhimbshëm. Dhe më në fund, ajo tha fjalë që nuk i kishte thënë askujt. Babai i fëmijës tim është dikush që ju nuk do ta besoni kurrë. Fjalët e Aidës ranë në ajër si një plumb i rënd, i ftohtë, i padgjueshëm, por me forcë shkatëruese. Në atë dhomë të vogël, ku aromat e kuzhinës përzieshin me heshtjen e frikës, Ariani u ndal krejt. Sytë e tij të ashpër u ngurtësuan, vetullat ju bashkuan, dhe për herë të parë që nga fillimi i incidentit, dukej se ai kishte frikë nga ajo që do dëgjonte. Aida mori frymë thellë. Dora e saj vazhdoi të mbante barkun, sikur ta mbronte instinktivisht fëmijën nga gjithçka që do të vinte. Aida, tha Ariani me zë të ulët, mund të ma thuash. Çfarë do që të jetë, unë jam këtu. Aida uli syt dhe gishtat e saj ngjeshën skajin e fustanit të punës. Pastaj foli. Babai i fëmijës tim është pronari i dikurshëm im. Ariani është ai që më përndoqi për muaj të tërë. Dhe nuk ishte një lidhje. Ishte diçka krejt tjetër. Ariani ngriti kokën ngadalë. Çfarë do të thuash me përndoqi? Pyeti ai, këtë radhë me zë shumë më të butë. Aida u shtang. Por tani, kur gjithçka kishte nisur, ajo nuk mund të kthehej mbrapa. E vërteta e erët. Kur punoja te restoranti i vjetër, drejtori, pronari më kishte vënë syrin, tha Aida me slotësh. Në fillim thjesht më fliste shumë. Pastaj filloi të më prekte krahët. Supet gjëra që nuk i doja. I thoja gjithmonë jo, por ai nuk ishte njeri që pranonte jo. Ariani e dëgjoi ngrirë, si njeri që dëgjon një krim që ndodh para syve të tij. Një natë, vazhdoi Aida, pasi lokali u mbyll më detyroi të rija. Nuk kisha si të ikja. Kishte rrogën time, kontratën, kërcënimet. Më tha se nëse nuk pranoja,
do më hiqte nga puna dhe do më nxirrte llafe në qytet. Ariani mbylli syt për një moment. Fytyra e tij u errësua. Aida aitë, po, tha ajo duke prerë me një dridhje në zë. Ndodi. Asnjëherë nuk e pranova si zgjedhje. Asnjëherë nuk e desha. Asnjëherë nuk ishte me dëshirë. Lotët i rridhnin pa pushim. Ajo i fshiu me dorën që ende dridhej. Dhe kur mora vesh që isha 7 zën, u zhduk. Më bllokoi, më largoi nga puna. Më la në rrugë. S'më qeu më. As përgjegjësi, as ndjes. Asgjë. Ariani hapi syt. Ishin të kuq. Një zemërim i ftohtë, i thellë pushtoi. Kush është ai? Pyeti ai ngadalë. Dua emrin. Aida ngriti syt, e friksuar. Nuk mund ta them. Aida. Ai është shumë i fuqishëm. Mund të të dëmtoj edhe ty. Mund të të mbyll biznesin. Mund të të ngrej akuza. Mund të, Ariani u ngrit nga karrigja aq shpejt sa ajo u tremb. Dëgjo, tha ai me ton të prerë, por jo të ashpër. Asgjë nuk më tremb më shumë se sa padrejtësia. Dhe askush, kur, nuk duhet të kaloj atë që ke kaluar ti. Kushdo qoftë ai burr, unë do e përballoj. Aida mbylli fytyrën me duar. Unë dua vetëm të rris fëmijën tim. Pa frikë, pa kërcënime, pa të kaluarën që më ndjek. Në atë moment, dikush trokiti lehtë në derë. Ishte shoqja e punës, Mira, shef. Më falni, por jashtë është kthyer Eraldi. Duket i tërbuar. Thot se nuk ikëm pa folur me ju. Aida u ngrit me një herë trembur. Ariani e kapi lehtë për krahu. Rri këtu. Mbylle derën. S'ka kush të prek. Pastaj u drejtua nga dera dhe tha. Mira, mos e lër të hyj brenda. Po del vet unë. Përballja e dytë e milionerin kur Ariani doli në sallë. E gjeti Eraldin duke shëtitur në mes të restorantit si bishe zemëruar, me telefon në dorë. A e di se kush jam unë? Bërtiti Eraldi sapo e pa. Kam avokatët në linjë. Mund të mbyll këtë vend brenda javës. Ariani ju afrua me hap të qetë dhe i foli ulët, me atë lloj zëri që të bën të kuptosh se ai njeri nuk ka më durim. Erald, sot ke hedhur një tabaka drejt një gruaje 7 zën, dhe ke rrezikuar jetën e saj dhe të fëmijës së saj. Po ç'rëndësi ka ajo? Një kamarier, Ariani e ndërpreu. Thuaje edhe një herë atë fjalë me përbuzje, dhe do të më gjesh përballë si armik deri në fund. Eraldi qeshi me ironi. Ti me mua. Je i çmendur? Jo, tha Ariani duke e parë direkt në sy. Jam njeri, dhe më duket se kjo është një gjë që ti nuk e ke qenë kurrë. Disa klient ngrinë në vend, të shtangur nga guximi i tij. Eraldi ngriti telefonin. Unë do të nxis një hetim tatimor për ju. Do të sjell inspektorët. Do, Erald, tha Ariani duke ndërprer pa e ngritur zërin. Kjo që po bën quhet kërcënim. Me dëshmitar, me kamera sigurie. Ke haruar se veten tënde e ke regjistruar duke hedhur tabakan mbi Aidën. A ke ide çfarë reagimi publik do të ketë? Eraldi u mpiks në vend. Tani, tha Ariani duke u afruar më shumë, do të largohesh. Dhe nëse prek sërish ndonjë punonjës tim, po ashtu siç bëre sot, nuk do të luftosh me mua. Do luftosh me drejtësinë. Eraldi u zverdh në fytyrë. Syt i shpërndan shikime të dëshpëruara, dhe për herë të parë nuk foli, vetëm iku, me shpinë të kthyer, i vogël, i pathën, i mundur. Kur u kthye në zyrë, Ariani e gjeti Aidën duke mbajtur barkun e saj, me fytyrë të tretur, të lodhur, por më pak të friksuar. Ai iku, i tha ai but. Aida mori frymthell. Po ti të ndodh diçka për fajin tim? Ariani u ul përballë saj dhe i tha, më beso. Kjo histori nuk ka filluar sot, dhe as nuk do mbaroj kaq lehtë. Por një gjë ta them me siguri. Askush nuk do të prek më. Aida e vështroi. Për herë të parë, një lloj drite ju duk në sytë e saj. Pastaj ai shtoi, dhe nesër do dua emrin e atij njeriu. Jo për mua, për ty, për fëmijën. Aida uli syt dhe tha me zë shumë të ulët. Arian, babai i fëmijës tim quhet Adrian Kodra. Ariani ngriti kokën me habi. Aida shtoi. Dhe ai është pronari i rjetit më të madh të restoranteve në Tiranë, dhe njeriu më i rrezikshëm që kam njohur. Fjalët i ranë Arianit si një goditje çekiçi. Adrian Kodra, përsëriti ai shokuar. Ai është njeriu që më ka tentuar të blej restorantin disa herë. Ai është armiku im i heshtur. Aida uli kokën. Tani e kupton pse kam frikë. Ariani mori frymthell. Jo vetëm që e kuptoi, por tani e di se çfarë duhet të bëj. Aida ngriti kokën e habitur. Çfarë? Ariani tha, do të ta fsheh këtë sekret. Do të mbroj. Dhe unë do të përballem me Adrian Kodrën. Aida u tremb. Jo, ai është i rrezikshëm.
Të shkatëron. Arjani buzëqeshi me një qetësi të frikshme. Ka disa njerëz që duhet të përballen. Ndryshe bota bëhet ferr. Dhe aty filloi gjithçka. Një luftë e heshtur që do t'i përfshinte të gjithë dhe që asnjëri prej tyre nuk ishte i përgatitur ta përballonte. Mbrëmja kishte rënë mbi qytet me një qetësi të çuditshme, si një batanie e rëndë që mbulonte gjithçka, por jo zemrat e njerëzve të përfshirë në historinë që sapo kishte marrë kthesën e vet më të fortë. Brenda lokalit Azur, drita qëndronin të fikura, përveç një llambe të vogël tek tryeza ku pronari Arben Leka rinte ulur, me duart e mbështetura mbi fytyrë. Përballë tij ishte një dosje e trash, e mbushur me dokumente dhe fotografi. Syti kishte skuqur nga lodhja, por jo më shumë se sa nga zemërimi. Zemërimi i heshtur, por i rrezikshëm. Në anën tjetër të qytetit, Mira rinte ulur në divanin e një streze të përkohshme që Arbeni kishte organizuar për të. Rinia e saj ishte ndalur në vend, teksa fëmia që mbante në bark ishte e vetme arsye, pse nuk lejohej ta kapte dëshpërimi plotësisht. Kishte kaluar mesditën duke qarë, por lotët tashmë ishin tharë. Brengat jo. Në dhomën pranë, infermierja që pronari kishte sjell për të marrë kujdesin e saj dilte her pas here, duke kontrolluar tensionin, temperaturën, duke pyetur nëse ndjente ndonjë dhimbje. Mira përgjigjej me zë të ulët, duke u sforcuar të qëndronte e qetë, por sa herë mbyllej dera, fytyra e saj përhapej në një grimc frike që nuk e mbante dot brenda. Dhe ndërkohë, shumë larg nga qetësia shtirur, milioneri Adrian Vora ecte në përzyrën e tij lart në pallatin më luksos të qytetit. Këmbët i bënin zhurmë mbi dyshemen e mermerit. Ishte i tensionuar, shumë më tepër se sa tregonte jashtë. Asnjë njeri i ftohtë dhe arrogant, si ai nuk mund ta shpërfillte faktin që videoja e sjelljes së tij kishte filluar të përhapej në media. Ai nuk e dinte ende se kush e kishte filmuar, por kishte vetëm një dyshim: pronarin e lokalit. Arben Leka mërmëriti me zë të ulët, me një buzëqeshje të hidhur. Nuk e di me këpo luan. Ai shkeli butonin dhe sekretarja hyri menjëherë. Mere avokatin tim në telefon. Të vi urgjent. Mira, nata më e gjatë Mira rinte shtrirë në krevatin e butë të strezës, duke shikuar tavanin. Dritarja e vogël e dhomës përhapej në një dritë të zbehthëne. Ajo preku barkun me kujdes dhe fshfërinte me zë të ulët. Mos u shqetëso. Mami është këtu. Mami nuk të lë. Tensioni i asaj dite e kishte lodhur aq shumë sa mendimet i vinin të mjegullta. Por një gjë i vërtitej në mendje pa pushim: reagimi i pronarit. Ai burr që gjithmonë kishte qenë i drejtë, i qetë, i heshtur, ishte bërë një stuhi. Pse aq shumë? Pse aq i prekur nga ajo që i ndodhi? Ishte thjesht drejtësia e tij si njeri apo kishte diçka më shumë? Jo, Mira, i tha vetes. Mos fillo të mendosh gjëra të gabuara. Ai thjesht është njeri i mirë. Por zhytja në mendime nuk e shpëtonte dot nga frika që Adrian mund të merrte hak. Ajo e njihte. E kishte parë mënyrën se si e shihte botën, si një vend ku paran dhe fuqin i përdorte si instrumente për të kontrolluar njerëzit. Në sytë e tij, ajo nuk ishte gjë tjetër veç se një shërbëtore e parëndësishme. Një askushi, ndërkohë ndjeu një trokitje të lehtë. Mira, pyeti infermierja me një zë të butë. Po, ke një vizitor. Nuk të detyron njeri ta takosh, por tha se është i rëndësishëm. Mira ngriti kokën menjëherë. Arbeni, pyeti me zë të ulët. Infermierja dha me kokë. Mira u ngrit ngadalë dhe veshi rrobën e butë që i kishin lënë në karrige. Kur hyri në dhomën tjetër, e gjeti Arbenin që rinte në këmbë, me duart në xhepa dhe me fytyrën e mbushur me një lloj lodhjeje të brendshme. Nuk do të ri shumë, tha ai. Doja vetëm të sigurohesha që je mirë. Jam më mirë se sa më parë. Faleminderit. Më shpëtove. Ai uli kokën. Nuk të shpëtova vetëm prej asaj që ndodhi, por edhe prej asaj që ai kishte ndërmend të bënte. Mira ngriti vetullat. Ç'do të thot, Arbeni e pa drejt. Adrian Vora e ka ndjekur dosin tënde. E di kush je. E di që je shtatzën. Dhe sipas burimeve të mia, është përpjekur të zbuloj kush është babai i fëmijës. Fjala babai e goditi Mirën si një thik. Ajo uli kokën menjëherë. Nuk ka rëndësi kush është babai, tha ajo me zë të dridhur. Fëmia është i imi, dhe unë do ta rris vetë. Pa e ditur ai apo askush tjetër, Arbeni i afroi një dosje të hollë. Kam marr masa. Mbrëm kam përgatitur një kërkesë për hetim penal kundër tij, edhe për sulm fizik, edhe për diskriminim, edhe për tentativë presioni ndaj një punonjëse shtatzën. Por dua ta nënshkruash vetëm nëse ti dëshiron. Ajo u shtang. Unë nuk dua telashe. Kam kaluar shumë. Arbeni uli kokën. E kuptoj. Por ai njeri nuk do ndalet. Dhe gjithçka që bëri sot s'ka qenë gjëja më e rëndë që ai ka bërë. Mira ngriti kokën ngadalë. Çfarë do të thuash? Arbeni mori një frymë të thellë.
Nëse dua të mbroj, duhet të dish të vërtetën. Adrian është i rrezikshëm, shumë më i rrezikshëm nga sa mendon ti, dhe e ka përdorur pushtetin për vite të tëra për të shkatëruar jetë. E sot donte të shkatëronte edhe tënden. Sytë e Mirës u mbushën me lot. Po pse po bën kaq shumë për mua? Ai heshti, dhe pastaj tha me një zë të ulët, sepse dikush shumë i rëndësishëm për mua kaloi diçka të ngjashme, dhe unë nuk bëra dot asgjë për ta ndaluar. Nuk do ta lejoj të ndodhë përsëri. Adrian, plani erdhi në anën tjetër të qytetit. Adrian priste avokatin në zyrën e tij. Sa herë që e kujtonte skenën e lokalit, sytë i mbusheshin me një lloj urrejtje të ftohtë. Kamarierja e mallkuar, dhe ai pronar i vogël po thon se do më dërgojnë në gjyq. Ishte absurd. Ishte ofendues. Kur dera u hap, avokati hyri me dosje në dorë. Çfarë kemi? Pyeti Adrian. Ka nisur shpërndarja e videos, zoti Vora. Opinioni publik po shpërthen, sidomos për faktin që ajo ishte shtatzën. Adrian kafshoi dhëmbët. Do e shuaj atë histori. Do e shuaj që nga rënjet. Bëni që të duhet, avokati e vështroi me hezitim. Po pronari, ai mund të ketë prova të tjera. S'ka rëndësi, tha Adrian. Gjithçka ka një çmim. Edhe heshtja e tij. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje që paralajmëronte stuhi. Arbeni, plani për t'i dalë përpara të ardhmës pasi u kthye në zyrën e lokalit. Arbeni ndezi llambën, hapi dosjet dhe nisi të shkruaj. Duart i dridheshin pak, jo nga frika, por nga vendosmëria. Ai kishte gjetur diçka të rëndësishme në të shkuarën e Adrianit. Një transakcion të dyshimt që lidhe me zhdukjen e një punonjëse të hotelit të tij para 2 vitesh. Një histori e mbyllur shpejt, shumë shpejt. Nëse Adrian përpiqej të sulmonte Mirën, ai do të përgjigjej. Por ndërsa shkruante, dera u hap me forcë. Ishte një burr i veshur me të zeza. Zoti Leka, duhet të vini me mua. Tani, Arbeni e ngriti kokën ngadalë. Nuk bëri asnjë hap prapa. Kjo është kërcënim. Burri nuk foli, thjesht shtyu derën dhe hyri. Arbeni u ngrit në këmbë. Nëse e dërguar nga Adrian, i thuaj se nuk kam ndërmend të tërhiqem. Burri nxori një letër, është thirrje zyrtare. Nga prokuroria. Jo nga Adrian. Arbeni u shtang. Pse? Burri ngriti supet. Thuhet se ka nisur hetim ndaj jush, për shpërdorim detyre dhe fshehje të ardhurash. Kjo është një procedurë e nisur sot. Arbeni e kuptoi menjëherë. Adrian kishte lëvizur i pari. Në të njëjtën kohë, Mira përballet me frikën më të madhe teksa po përgatiste krevatin, infermierja hyri me nxitim. Mira ka një makinë të zezë jashtë, po rrin aty prej 10 minutash. Mira ngriti kokën e trembur. E di kush është ai që po të ndjek? Pyeti infermierja me zë të ulët. Mira mori frymë me vështirësi. Ajo e dinte. Adrian kishte gjetur vendodhjen e saj. Ajo mbajti barkun. Ndjeu fëmijën të lëvizte si të kërkonte siguri. Zoni, duhet të mbyllim dritaret. Tha infermierja. Unë po thëras policin. Por Mira tunte kokën. Jo, mos bëni zhurmë. Ai është i rrezikshëm. Nuk dua të përfshi askën tjetër. Ajo ndezi celulari. Duart i dridheshin. E dinte që duhet të thëriste Arbenin, por nuk i dilte zëri. Në atë moment, porta e jashtme e oborrit u hap ngadalë, dhe hapat e dikujt u dëgjuan duke ardhur drejt shtëpisë. Nata kishte rënë plotësisht. Qielli ishte i errët, por qetësia nuk ishte askund. Shtëpiza ku qëndronte Mira ishte zhytur në heshtje. Një heshtje që thyhej vetëm nga tik-taku i një ore të vjetër mbi mur. Por ajo heshtje u prish menjëherë kur porta e oborrit u hap ashpër. Hapat e rënd po afroheshin. Infermierja u ngrit menjëherë, e tmerruar. Mira, fshihu. Të lutem. Mira e preku barkun me një dorë dhe mbajti frymën. Ajo nuk mund të vraponte. Nuk mund të fshihej shpejt. Ishte e pambrojtur. Dera trokiti fort. Një zë i ftohtë nga jashtë foli. E di që je aty. Hap derën. Ishte Adrian. Infermierja i vuri dorën në supë. Nuk do ta hapim. Policia është në rrugë. Adrian qeshilet. Policia? Nuk vin kaq shpejt. Hapeni derën ose do e thyej vetë. Mira ndjeu fëmijën të lëvizte sërish. Nuk mund të lejonte që Adrian ta prekte. Jo tani, jo kur. Po ndërsa po mblidhte kurajen, dera jashtme u hap para se Adrian të arrinte ta prekte. Një hije hyri në obor. Mbrapa. Bërtiti një zë i fort mashkullor. Adrian u kthye. Arben, ti këtu. Arbeni kishte ardhur. Pa masa sigurie. Pa policë. Vetëm, sytë e tij ishin të errët, të lodhur, por të mbushur me një lloj vendosmërie që nuk e kishte parë askush më parë. Largohu prej saj, tha Arbeni. Nuk do e prekësh. Adrian qeshi me atë buzëqeshjen arrogante që e karakterizonte. Ti kujton se je hero. E di që tani po hetohesh. Më fal që ta them, por nuk je në pozicion të mbrosh njeri. Arbeni nxori diçka nga xhepi, një sebë të vogël metalike.
Po, më hetojnë. Fal teje. Dhe e di pse. Por unë kam në dorë diçka që do të fundos përfundimisht. Adrian u shtang për një çast. Ç'është ajo? Arbeni bëri një hap përpara. Dokumente që lidhin bizneset e tua me zhdukjen e punonjëses së hotelit tënd 2 vjet më parë. Ajo që ju rrëshiti në shkallë. Jo. Ajo që e detyrove të heshte. Dhe e di që dikush tjetër nuk heshti, dhe ti u more me të. Adrian zbehu lehtë. Ku i gjete? Ato nuk ekzistojnë. Mua më mjaftoi një njeri që e ke lënë prapa, dhe që më në fund u lodh se heshturi, tha Arbeni. Gjithçka është gati për të publikuar. Po u afrova më shumë se 5 hapa nga mira, linku aktivizohet automatikisht. Adrian ngriti duart. Për herë të parë, nuk duke më aq i sigurt. Ti nuk e di çfarë po bën. E di shumë mirë, tha Arbeni. Po të jap mundësinë të largohesh. Sot, tani, dhe të mos i afrohesh kur më mirës. Ose gjithçka që ke ndërtuar për vite të tëra shembet brenda një dite. Heshtje. Mira, nga brenda dhomës, shikonte gjithë skenën me duar që i dridheshin. Adrian më në fund uli kokën. Nuk ja vlen për një kamarjere. Arbeni ju afrua 2 hapa me sy të zjarrt. Ajo është njeri. Më shumë njeri se sa ti ke qenë ndonjëherë. Dhe Adrian, për herë të parë në jetën e tij, u tërhoq. U kthye mbrapa, hapi portën që ishte lënë hapur dhe u largua në errësirë, me turpin dhe frikën e vet. Pas largimit, një vërtetër e shtëpia u qetësua ngadalë. Infermierja doli jashtë duke marrë frymthell. Arbeni hyri ngadalë në dhomë. Mira e priste, e ulur në skaj të krevatit, me sytë mbushur me lot. Pse erdhe? Pse rrezikove kaq shumë? Pyeti ajo. Arbeni u ul pranë saj, por me një distancë që respektonte. Sepse nuk mund të lija të ndodhte përsëri. Çfarë përsëri? Pyeti ajo, e hutuar. Ai mori frymthell. Gruaja ime ishte shtatzën dhe punonte në një kompani të ngjashme me atë të Adrianit. Kishte një drejtues që e ngacmonte, që e shantazhonte, dhe unë nuk e mora seriozisht. Ajo përfundoi në spital pas një episodi të rënd stresi. Humbëm foshnjen, dhe ajo nuk u kthye më kurrë tek vetja. Mira ndaloi se marr frymë për një çast. Më vjen keq, shumë keq. Arbeni e pa drejt. Kur pash ty sot, pash të njëjtën padrejtësi që goditi edhe jetën time. Dhe nuk doja të humbisja edhe një njeri tjetër. Lotët rridnin në faqet e Mirës. Po çfarë do bëhet me mua tani? Arbeni ngriti një dosje tjetër. Kjo është kërkesa zyrtare për mbrojtje të përkohshme dhe djegjen e çdo lidhje ligjore mes teje dhe Adrianit. Dhe dua që nesër të japim deklaratën së bashku. Ti nuk je vetëm, Mira. Ajo e preku dosjen me dridhje. Pse po kujdesesh kaq shumë? Arbeni uli kokën. Sepse nuk dua të jem më një njeri që arrin gjithçka në jetë, por humbet aty ku ka më shumë rëndësi. Mira e pa atë ndryshe. Për herë të parë, jo si pronarin e qetë dhe të rezervuar, por si një njeri që mbante një plagë të thellë në shpirt. Ajo vendosi dorën mbi dorën e tij, e butë, e ngrohtë, plot mirënjohje. Faleminderit, Arben. Për çdo gjë, ai ngriti syt. Nuk e nevojë të më falenderosh. Unë thjesht po bëj atë që nuk munda ta bëj dikur. E nesërmja, fundi një epoke dhe fillimi i një tjetre mëngjes, lajmi shpërtheu. Milioneri Adrian vora në nënhetim për zhdukje punonjëse dhe sulm ndaj kamarieres shtatzën. Videoja ishte kudo, opinioni publik shpërthente. Partnerët e biznesit të Adrianit filluan të tërhiqeshin një nga një. Ai u mbyll në zyrë, duke kuptuar se loja kishte mbaruar. Ndërsa në anën tjetër të qytetit, Mira dhe Arbeni hynë në prokurori. Mira, për herë të parë, ecte drejt me kokën lart, jo si viktim, por si nën që po mbronte veten dhe fëmijën e saj. Ajo firmosi. Arbeni ishte pranë saj dhe nuk u largua për asnjë çast. Kur dolën jashtë, gazetarët i rrethuan. Por Arbeni i mbrojti. Largohu, u tha. Ajo nuk do flas sot. Sot është dita e drejtësisë, jo e sensacionit. Mira e vështroi me një buzëqeshje të lehtë. Diçka e re kishte lindur mes tyre. Jo romance menjëhershme, por një lidhje e rrallë, e pastër, e ndërtuar mbi dhimbje, drejtësi dhe mbrojtje. Dhe kur u kthyen drejt makinës, Mira i tha: "Arben, po, a do të jesh pranë meje kur të vi fëmia në jetë?" Arbeni u ndal. Syti u mbushën me një ngrohtësi që nuk e kishte shfaqur kurrë. Ai zgjati dorën dhe e mbajti të sajën. "Do jem. Çfarë do që të ndodh?"